Bizneset përgjatë Lungomarës në Vlorë i janë drejtuar me një shkresë kryetares së bashkisë Brunilda Mersini, duke i kërkuar shtyerjen deri pas sezonit në fund të muajit shtator, prishjen e shtesave pa leje, përfshirë hapësirat e pjesshme, pergolat dhe tendat e diellit. Këtë të mërkur, ata protestuan para bashkisë pasi Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit u ka shkuar pranë bizneseve, duke u lënë shumë pak kohë në dispozicion për lirimin e hapësirave publike, kryesisht trotuareve. Sipas tyre, ndërhyrje të tilla në prag të sezonit turistik mund të kenë pasoja të konsiderueshme ekonomike për aktivitete që operojnë në këtë qytet. Kemi ardhur të protestojmë në mënyrë që të mos na prishet biznesi në këtë moment. Kemi shumë pak afat, do të thënë për 2-3 ditë hapet sezoni, tani vjen IKMT-ja dhe thot do prishesh biznesin. Ne akoma nuk kemi një përgjigje konkrete se çfarë janë duke bërë. Se është folur për projekt, ndërkohë që ku janë këto projekte më vëlla? Kanë ardhur çunat e IMT-s për të liruar anësorët e lokale. Ato që pengojnë, të themi, kalimin nëpër trotuare. Duam që ta shtym këtë procedurë për në tetor ta bëjmë bashkë me implementimin e projektit nëse ka. Kemi ndonjë gjithë dimrin pa bërë asgjë. Tani vjen momenti që ne mund të fillojmë të punojmë, i bie që të merremi me tënda tani, hoqëm se hoqëm. Pas protestës, përfaqësuesit e bizneseve janë pritur në një takim në bashki, ku kanë diskutuar shqetësimet e tyre me nën kryetaren Klea Lalo. Sipas bizneseve, një koordinim më i mirë me autoritetin vendor do të ndihmonte në shmangjen e ndikimeve negative dhe në ruajtjen e stabilitetit ekonomik gjatë periudhës më të rëndësishme të vitit për turizmin.